Bongoni o lazni, se beknoj këti lahi, unë beknoj këti lahi, për me I thonë do fjallë sahi. Asalamu alaikum të ndëruar dëgjues të radios Dituria Islame. Ju përshëndesim të gjithë juve që po na ndiqni në këtë moment në transmetim të drejt për drejt. Jemi në ciklin e emisioneve Jeta me Kur'an së bashku në këtë emision që realizojmë çdo të martë në valët e radios Dituria Islame. Ju përshëndes në mikrofon do të jem unë gjatë këtij transmetimi Avni Lugiçi dhe me ju do të shoqërohemi gjatë minutave në vazhdim. Ky emision është I drejt për drejt dhe është kontaktues. Kontakti padyshim është I mundur edhe për ju që jeni pjesëmarrës dhe dëgjues të rregullt të radios me inkuadrimin tuaj nëpërmes numrave tonë të telefonit +383 4488 698. Ne zakonisht mirpresim telefonatat tuaja me anë të Viber, WhatsApp dhe po ashtu edhe nëpërmes pyetjeve që vinë në live, do të thotë në videon drejt për së drejti në Facebook e YouTube. Të gjithë ju që po ndiqni këtë transmetim, sigurisht ky emision realizohet së bashku me profesorin ton të nderuar, profesor Dr. Hafiz Hajredin Hoxha, të cilin e përshëndesim dhe I dëshirojmë mirëseardhje në program. Selamu alaikum doktor, mirëseardhët në program. Aleikum selam, rahmetullahi nderuar I moderator dhe të nderuar miq dhe shok, vëllezër dhe motra, kudo që t'jeni, ju përshëndes edhe unë juve me zemër dhe mirë se vini në emisionin tonin dhe tuajin Jeta me Kur'an. Lusë Allahun xhaleshanu për mirëqenien tuaj dhe për mirëqenien tonë dhe lusim Allahun xhaleshanu që këto minutat e bereqetshme që do t'i kalojmë së bashku me juve, me qenë në shpërblimin tonë në ditën e gjykimit. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve profesor për praninë tuaj në këtë program. Të dashur dëgjues, radha e emisioneve është kjo e tanishmja, pra jemi në ciklin e 24 të emisioneve Jeta me Kur'an dhe sonte do të vazhdojmë aty ku e lam javën e kaluar, do flasim për sistemin ekonomik në Islam. Pjesa e dytë e këtij programi e realizuar pra nga profesor Dr. Hafiz Hajredin Hoxha. Para se të nisim me këtë transmetim, juve të dashur miq, ju ftoj që duke qenë pjesë e këtij programi, ju ftoj pra që të bëni sa më shumë shpërndarje të këtyre emisioneve të cilat I realizojmë së bashku. Këto emisione pretendojmë që të gjithë ju që I ndiqni dhe bëheni pjesë e programeve ti shpërndani tek miqët tuaj, tek njerëzit e afërm tuaj që dobit e këtij programi ti marrin sa më shumë njerëz. Ju falenderoj shumë për bashkëpunimin të gjithë juve dhe ju ftoj të keni dëgjim të këndshëm gjatë minutave në vazhdim. Sigurisht ky program është I realizuar me slajdet të punuar nga profesori I nderuar profesor Hajredin Hoxha dhe ju do ta keni mundësinë, ju që ndiqni programin në Facebook e YouTube, ti përcjellni të gjitha me anë të pamjeve vizuele ose me anë të përshkrimit që është për me slajde. Unë duke dashur të mos humb kohë më shumë, menjëherë do të kaloj fjalën tek profesori për të nisur trajtimin e sonte të kësaj teme pra të sonte. Faleminderit moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjitha falenderimet, gjitha lavdatat I qofshin dhe I takojnë Allahut xhalla xhelaluhu. Salavatet tona, selamet tona, të gjithë së bashku I dërgojmë pejgamberit ton më të dashur, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe për gjithë ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, miq dhe shok kudo që t'jeni, ju përshëndes me përshëndetjen islame, përshëndetjen e xhenetlive, selamun aleikum wa rahmetullah dhe mirë se vini në emisionin ton Jeta me Kur'an. Na falni për këtë vonesë, për disa shkaqe teknike,
me na bë halal, nuk kemi qef me u vanu nga koha e caktuar për këtë emision. Sonte inshallah do të vazhdojmë me pjesën e dytë të sistemit ekonomik në Islam. Javën që shkoi, në fillim i tregum disa referenca të dietarëve islam që nga shekulli i parë edhe shekulli i dytë, që dietarët tanë kanë shkruajt për çështjet e financave, për çështjet e prodhimeve, për çështjet e pasurive, qysh herët do të thotë dini islam me udhëzimet hynore, kuranore dhe ato profetike na ka mësuar neve se si ta udhëheqim jetën tonë në atë mënyrë që Allahu xhaleshanu është i kënaqur dhe në atë mënyrë që edhe populli është i kënaqur. Shpirti i ekonomisë islame, shpirti, esenca, me një fjali të shkurt, kuptone, ka ardhur ky sistem për me ruajt të drejtën e myshtëriut, blerësit dhe të drejtën e shitësit. Nuk ka mashtrime, nuk ka vjedhje, nuk ka manipulime, nuk ka spekulime, e këtu është ajo esenca e sistemit islam. Këtu është ajo forca e këtij sistemi hynor që të dy palëve, ky sistem u asiguron dhe u garanton paqen dhe qetësinë dhe sigurinë. Nuk ka mashtrim, nuk ka zullum, nuk ka hile, nuk ka spekulime. Kjo është ajo esenca kryesore që dini islam ka ardhur me këtë sistem. Prandaj i pam librat e Imam Ebu Jusufit, edhe i librat e Imam Muhammedit, edhe Izzi ibn Abdussalamit, e tjerë, qysh herët ata kanë bisedu për këto gjana e që na kemi fol në emisionin që shkoi. Emisioni që shkoi folën për definicionin e ekonomisë islame, folën për objektivat e ekonomisë islame, folën për bazat e ekonomisë islame, folën për pasuria apo malli sipas islamit, këto hyrje, këto parime shumë me rëndësi, e sonte inshallah do të mundohemi diçka të diskutojmë rreth kuptimi i pronës dhe llojet e saj. Prona dhe llojet e saja në islam dhe karakteristikat, veçoritë e ekonomisë islame. Normal, këto konsiderohen, edhe njëherë po konfirmoj dhe po potencoj, konsiderohen si hyrje shumë të rëndësishme për ta kuptuar ekonominë islame. Asaj e përket detaleve, financave islame, detalet e shitjeve dhe blerjeve të ndryshme, duke analizuar këtë temë shumë të rëndësishme, inshallah na përsëri apo patjetër do të edhe me një emision tjetër ta vazhdojmë dhe t'i prezantojmë ato llojet e shitjeve dhe blerjeve të ndaluara sipas sistemit ekonomik islam. Prandaj mos harroni dhe t'jeni gati për ta përcjellur inshallah dhe pjesën e tretë të llojeve dhe shitjeve të ndryshme, blerjeve të ndryshme, çka është halal, çka është haram, çka është legale, çka është ilegale, që për muslimanin është shumë e rëndësi, sepse pejgamberi alayhi salatu vesselam po thotë që ditën e gjykimit nuk do të lëvizin këmbët e muslimanit pa u pyetur për 4 gjëra. Do thotë nuk ka bën apo një hap nuk ke me e qitur ditën e kiametit për me jesë në xhennet me shku. Po do të ndalesh në vend mas ringjalljes për 4 gjëra, për jetën tënde në përgjithësi, se si e ke shfrytzuar apo e ke quë për rinin tënde, se si e ke kaluar, për pasurinë tënde, nga e ke fitu dhe ku e ke dhënë. Dhe normal e 4-ta është edhe dituria, e njeriut, çka kemi bë dhe me atë diturin, a kemi punu sipas saj apo jo. E për këtu qëndron esenca që muslimani duhet të jetë shumë i sinqert, shumë i kushtuar, ka po fiton pasurinë e tij dhe ka po e shpenzon. Sepse me pasurinë halal po rrit familje, po edukon fëmijët, po ushqen veten, e këtu për të pranuar lutja
duaja te Allahu xhaleshanuhu, një prej kushteve esenciale është që ushqimi dhe të hyrat financiare të jenë halal, të pastërta, me burime të pastërta. Përndryshe, nëse hyrjet financiare, pasuria, fitimi yt, rroga jote, po është nga burimet jo halal, nga burimet e dyta apo të dyshuara, lutja jote apo lutjet e tua në përgjithësi nuk pranohen. Kjo është e dëshmuar në shumë hadithe të Muhamedit alayhi salatu wassalam, në Buhari, në Imam Buhariu ka bërë rivajet shumë hadithe, ka transmetuar Imam Muslimi e tjerë. E tani po kalojmë edhe një herë sa po rikujtim sistemet e fesë islame. Ja pra, kështu funksionon sistemet e shariatit islam, po dhe javën që shkoj ne potencuam dhe elaboruam se këto sistemi moral, sistemi familjar, sistemi martesor, sistemi social, ekonomik, politik, i vakufeve, i besimit, për të aktivizuar dhe për të dhënë frytin po e duhur, këto do thot duhet të ekziston një ideologji e pastër të sistemi besimit, një ideologji e pastër, po me besim të pastër në Allahun xhaleshanuhu, në Kur'anin familjar, në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam, pasi që ajo shoqëri po e përqafon këtë ideologji të pastër, këto bindje të pastërta, këto bindje kuranore dhe profetike, atëherë ajo shoqëri me këtë ideologji të pastër është gati për me e praktikue apo me i praktikue këto sistemet në jetën e tyre të përditshme. E për ta praktikuar tani, apo këto sisteme me qenë dinamike, me qenë aktive, duhet të ekziston një grup njerëzish, një shoqëri, po një komunitet, një popull, e cila i praktikon ata në jetën e tyre të përditshme. Me fjalë tjera, ne potencuam përsëri që është koha dhe është shumë e rëndësishme tani që edhe po kuadrat fetare islame apo muslimanët në përgjithësi, e që shteti i Kosovës ka një përqindje mbi 95% të muslimanëve, atëherë këto sisteme, nëse ata muslimanë janë të sinqertë dhe brengosen për fenë e tyre islame, brengosen për fitimin e tyre halal, brengosen për familjen e tyre, për moralin e familjet e tyre, për jetën sociale, nëse ata brengosen sinqerisht, atëherë ata duhet marrin pjesë në politikë. Atëherë ata duhet po marrin pjesë në qeveri, në mënyrë demokratike, me zgjedhje, me standarde botërore evropiane, kështu që edhe ata ta kenë një parti të tyre, po në parlament, edhe ata ta ngresin zërin e tyre për të drejtat sociale, për të drejtat familjare, për të drejtat morale, por nga këndvështrimi islam, nga vizioni dhe perspektiva kuranore dhe profetike. Prandaj, këto sistemet, këto rregullat që ka po i flasim, këto do thot nuk pikin prej qiellit, kështu do thot me dhon frytin e tyre. Po këto kanë ardhur nga qielli, kanë ardhur këto udhëzimet hynore, po revelata hynore. Mirë po Muhamedi alayhis salam në Mekë e ka pas në fillim një komunitet të vogël, një shoqëri të vogël muslimanëve, pastaj ajo shoqëri shkoi dhe u zgjeru, derisa arkoha dalgadal për me e reklamua apo me demonstrua islamin, pastaj arkoha e migrimit për me shku në Medinë, dhe në Medinë atje u formua qeveria islame apo shteti islam në historinë islame. Dhe aty pastaj edhe gjitha këto sistemet, gjitha këto rregullat të zbritura nga Allahu xhaleshanuhu, aty në Medinë funksionon si është më mirë, me një komunitet me diversitet fetar, qifut, krishter, arab, jo musliman, po për të gjithë ishin të kënaqur dhe të pajtuar me këto kondita apo me këto ligje dhe rregullore të Allahu xhaleshanuhu. Prandaj është koha tani që edhe na qeverin mos ta lëm, do të thotë në durr vetëm të një grupit, po është koha që çdo kush që është i aftë, profesional, i përmbush kriteret profesionale,
akademike, shkencore, po me standarde evropiane, botërore, në frymën e sistemit të demokracisë, edhe na duhet të ecim së bashku me ata dhe të kemi zërin tonë në parlament. Këto fjalë çka po i flas, nuk janë imagjinat. Kështu veprohet në Malezi, kështu veprohet në Indonezi, kështu veprohet po në Egjipt para këtij regjimit zullumçar të Abdul Fattah Sisit, kështu veprohet në Sudan, kështu veprohet do të thotë në shumë shtete në Tunis, po e në shtete arabe dhe islame në botë, Pakistan e tjerë. Prandaj edhe na që jemi me një përqindje të madhe muslimane, e kemi të drejtë demokratike, drejtë natyrale, po që askush nuk mundet me na privu apo me na ndal nga kjo e drejtë, është koha tani që edhe na të bëjmë reforma në këtë aspekt në mënyrë që këto sisteme të funksionojnë. Besoj që këto mesazhet janë të qarta për ata cilët dëshirojnë me kuptuar se si funksionojnë këto sistemet e përmendura. Tani po kalojmë në objektivat e përgjithshme të shariatit islam. Kemi përmend dhe edhe një herë po i përmendim që feja islame, ligjet e shariatit islam në përgjithësi, ato ligjet dhe parimet hynore nga Allahu xhalla shanuhu kanë ardhur për ta garantuar fenë e njeriut, fenë e lirë, po kanë ardhur ato ligje për ta garantuar pasurinë tënde nga keqpërdorimi, kanë ardhur to ligje hynore, to parime kuranore për ta siguruar edukimin dhe arsimimin e tënd, familjes tënde, fëmijëve tua, gjeneratave të reja, po ashtu këto parime hynore ngërthejnë në vete edhe garancionin e jetës, sigurinë e jetës tonë, po ashtu edhe sigurinë dhe garancionin e nderit. Shifni pra, garancion për edukim, arsimim, garancion për fe, garancion për pasuri, garancion për jetën tënde të ndershme, të mirë, dhe garancion për nderin tënd dhe po moralin tënd, dignitetin tënd. Këto janë ato objektiva të shpallura nga Allahu xhalla shanu për jetën tonë. Një fe e cila është aktuale, është dinamike, është faktike, që ja sheh hajrin çdo kush. Edhe muslimani, edhe jo muslimani. Edhe ai sekulari, po edhe ai fetari. Këto janë pse ligje të Allahu xhalla shanuhu, të krijuesit ton, subhanahu wa taala, i qofshin falë atij. Pasi që i përmendëm këto objektivat e shariatit, tani po kalojmë te prona në islam, se çka thot Islami për pronën dhe definicionin e saj, pronësia e parave, po llojet e pronave, po pastaj metodat e pronësisë, pastaj obligimet e pronësisë personale. Po, këto janë tash disa pika shumë rëndësi që duhet çdo individ, çdo musliman t'i ketë parasysh. Se si çka janë metodat dhe rrugët deri të ardhja në pronësimin e parave, çka janë metodat dhe mënyrat deri të arritja e pronës, pastaj llojet që prona, do thotë llojet e pronave, që është më rëndësi për çdo individ dhe çdo musliman, pastaj janë rrugët se si ne duhet të arrijmë te prona e pastër dhe e lejuar, në pastaj obligimet po shtetërore apo fetare për pronën që kemi. Po kalojmë te definicioni nga aspekti letrar dhe gjuhësor, do të thotë prona posedimi diçkaje apo disponim ekskluziv të saj. Unë jam pronar i qeti lapsi, prandaj e posedoj këtë dhe kam të drejtë ekskluzive vetëm unë që ta mirë përdori apo ta shes apo ta doroj këtë laps. Po, ndërsa nga aspekti i terminologjisë fetare, zotrimi i pronës në mënyrë të ligjshme. Këtë laps tani, unë duhet në mënyrë të ligjshme dhe legale ta pronësoj. Me fjalë tjera, me parë halal ta blej. Pastaj, që unë kam të drejtë të përfitoj nga ky laps. Kjo pronë tash e përfituar legalisht dhe halal,
mua më mundson që unë të përfitoj në mënyrë të drejtë, po pa asnjë pengesë, do thot fetare. Çka do të thonë pa asnjë pengesë fetare? Nëse ky laps, apo që kjo pronë është e grabitur, e vjedhur, po e manipuluar, e spekuluar, apo në mënyrë me metoda të ndryshme të korrupsionit, ku marr gjerë ky laps, atëherë këto janë pengesa fetare, mua nuk ma tolerojnë këto pengesa fetare, po përfitimin e plot nga kjo pronë. Nuk ma lejojnë. Për ndryshe, e kam haram me përdor këtë laps, edhe pse unë deklaroj publikisht se është prona ime, mirë po, kjo pronë në fakt ka ardhur pronë e grabitur, pronë e vjedhur, pronë e manipuluar, metoda të ndryshme spekulative janë përdor për më ardhur deri te kjo pronë. Thot definicioni i pronës edhe njerë po përsëris, po është zotërimi i diçkahit në mënyrë të ligjshme dhe halal, dhe kjo ma lejon mua që unë të përfitoj deri maksimum nga ky laps apo ndonjë pasuri tjetër që kam. Për ndryshe, nëse ka pengesa fetare, me grabitje, me uzurpim, me vjedhje, me manipulim, kjo nuk konsiderohet pronë dhe nuk kam të drejtë ta përdori këtë. Po kalojmë tani llojet e pronësimit. Është një lloj, slajdi numër 4, një lloj e pronës që nuk është e lejuar ta zotrosh as për vete, as për dikën tjetër. Një lloj i pronës. Ato pronat janë çka? Pronat e përgjithshme, si për shembull urat, rrugët publike, shkollat, spitalet, po nuk i lejohet askujt me ardh që këtë urë në këtë vend, në këtë qytet ta pronësoj, që këtë spital, në këtë qytet, në këtë fshat ta pronësoj, apo këtë shkollë, çka është do të thotë përgjithshme, ta pronësoj. Kjo lloj e pronës nuk është, do të thotë, nuk ke të drejtë ti as me zotrua për vete, as me pronësua për vete, po as edhe dikujt tjetër më ia pronësua apo më ia zotrua. Lloji i dytë i pronave është, po nuk lejohet pronësimi i asaj prone pa lejen paraprake të pronarit të saj. Tash kemi një lloj prone tjetër, po nuk lejohet vetëm nëse kemi leje paraprake. Fjala vjen për pronat e vakufeve. Po unë e kam lënë për vakuf, për shembull, qët mouse të kompjuterit për me përdor. Çka do me thonë vakuf? E kom lënë për të mirë të shoqërisë. E kom lënë këtë laps për të mirë të shoqërisë me përdor përderisa këto do të jenë gjendje normale. Apo e kom lënë për vakuf një banesë, një tokë, një arë, po nuk lejohet nga përfitimi, do thotë përdorimi i këtij mauzit apo këtij lapsit, apo i asaj tokeje, pa lejen e pronarit, do me thonë vakuf lërsit, pronarit të lapsit, apo të asaj banese, apo të asaj toke. Kur unë shkoj në Bashkinë Islame, po, dhe deklaroj me shkrim që këtë banesë po e lën vakuf për i Zot Zotit, për të përdorur, do thotë, për gjenerata të ndryshme deri në ditën e Kiametit, po atëherë me këtë deklarim, me këtë dëshmi, kjo lejohet, bëhet pronë e lejuar për ta përdorur. Kërkohet leja paraprake. Ose prona shtetërore. Tani kemi pronën shtetërore, për shembull, të përgjithshme. Aty duhet leja prej komunës, po që ti me pas të drejtë dikur për me shku, për shembull, me kurdis një banesë apo një shtëpi, apo me ndërtu diçka. Pse nuk është pronë jote. Kërkohet leja paraprake. Kjo ishte lloji i dytë i pronave. Lloji i tretë i pronës, lejohet pronësimi i asaj për vete dhe për tjetër kënd. Po, për shembull, ky laps është pronë ime personale. Këtë mouse të kompjuterit që ka thash laptopit, është pronë ime personale. Makinën që e kam, orën që e kam, është pronë ime personale. Prandaj, po, këto prona
po personi ka të drejtë aty do thotë të vendosi ose ta marrë për veti ose t'i adhuroj dikujt tjetër. Nëse unë i adhuroj këtë laps apo këtë orë dikujt tjetër, atëherë kjo pronë e imja personale ka lënë do thotë në pronësinë e tjetër kujt. Shtëpinë, makinën e tjera, çfarë dosh, çfarë do pasurie që ke, çfarë do aseti që ke, në atë moment që ti i adhuron dikujt tjetër, me lejen tënde dhe pëlqimin tënd, atëherë kjo pronë e jotja kalon dhe bëhet pronë e atij tjetrit. Prandaj këto ishin 3 llojet e pronave sipas dinit islam dhe sipas ekonomisë islame. Një lloj që nuk lejohet as ta zotrosh, as ta pronësosh atë pronë, as ta zotrosh atë pronë, i përmendëm urat, rrugët, spitalet, shkollat. Lloji i dytë lejohet vetëm nëse ke leje, si çështja e vakufeve, po ose tokat shtetërore. Dhe lloji i tretë, po pronësimi i saj lejohet për vete dhe për tjetër kënd, sikurse makina, lapsi, është pronë e ime, po edhe tjetër kujt në mundem ja transferohet këtë pronësi. Pas këtij sqarimi të llojet të pronësimit, kalojmë në slajdin numër 5, kemi tani llojet e pronave. Kemi pronën private, pas fare një me të kuqe, nëse s'prita moderator, mrapa me shku dhe njerë me slajd, kemi pronën private, edhe njerë me klik të shigjeta mrapa, po, pronën private. Prona private ndahet në 2 pjesë. Po. Pastaj kemi edhe pronën publike, edhe kjo ndahet dhe thot në 2 pjesë. E tani të prona private, po, kemi këtu pronën personale, po dhe prona e shoqëruar me dikën tjetër. Fjala bëhet për një kompani që ke një partner të punës, një shok të punës, apo disa shok, po jeni ortak në këtë pronësi. Prandaj kjo ishte prona private. Jo, te slajdin numër 5, moderator, kjo ishte prona private. Ndërsa prona publike, e kemi këtu pronën kolektive, shoqërore, përgjithshme, po kemi edhe pronën çka shtetërore. Nga ky këndvështrim, tani kemi na 2 llojet pronave. Pronat private, çka thash, kemi pronën personale, po edhe kemi pronën shoqërore, po që është si kompania që kemi, dyqanet që i kemi, po do një banesë që kemi, 2-3 persona, 2-3 veta, do thot aty kanë bë marrëveshje që kjo pronë të jetë atyre 3-ve, kjo pronë e shoqëruar, po. Ndërsa pronat publike, i kemi pronat kolektive shoqërore të përgjithshme, që i përmendëm spitalet, shkollat, rrugë e tjera, edhe kemi pronën shtetërore në përgjithësi. Tani, kalojmë te slajdi numër 6. Te prona private. Çka është prona private? Është ajo pronë e cila përfiton nga ajo vetëm një person dhe vetëm një njeri. Këtë lloj të pronës e miraton edhe Kur'ani dhe është e definuar në Kur'an, po kur bëhet fjala për kamatën, për fajdën, ku Allahu xhaleshanu pasi që komenton se kamata është ndaluar dhe haram, aty pasaj ajeti po vazhdon. Nëse këtë ndalesë nuk e bëni, Allahu xhaleshanu po, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ajetet arabisht, po. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله العظيم. Që në përkim do të thotë, e nëse nuk ndaloni ju nga ribaja, nga fajdja, nga kamata, atë nuk e bëni këtë, ta dini se do të hapet luftë nga ana e Perëndisë dhe e pejgamberit të tij. Nëse pendoheni, se edhe përpara në xahiliet, para islamit, shumë kanë punu me kamat në shoqërinë mekase, në gardishullin arabik, ka qenë në formë kamata. Po, e nëse pendoheni, atëherë juve u takon pasuria juaj pa kamat. Këtu është tani çështja e argumentimit. Pasuria juaj, pronës suaj personale, pa kamat. Me fjalë tjera,
i ke dhënë borxh dikujt 10 dinar, vetëm ke të drejtë me rikrye dhe me kërkua borxhin tonë 10 dinarësh. Kjo është pasuria juaj. Rasul mal, kapitali yt. A nëse kërkon 11-12 dinar për 10 dinar, atër këto 2 dinar tepër, këta janë kamate dhe nuk lejohen. Prandaj Kurani miraton, këtu është argumentimi, pasuria juaj. Do thot pronën, po personale Kurani e vërteton dhe miraton dhe nuk kundërshton fare. Në këtë mënyrë, po vazhdon Allahu duke thënë, në këtë mënyrë nuk dëmtoni askënd, po as nuk dëmtoheni vetë. Shifni çfarë drejtësi, shifni çfarë këshill e Allahu xhaleshanu. Kur ti nuk e rikthen borxhin apo kërkon borxhin nga ai borxhliu, i ke dhënë 10 dhe i thosh atij, kthemi 10. A ke dëmtuar ato? As pak. Ati ja ke lehtësuar jetën, ja ke lehtësuar punën dhe nuk i ke bë zullum fare. Nuk e dëmtoni askën, po dha jeti po thot, dhe as nuk dëmtoni vetë dhe s'keni bë gjuna dhe nuk keni bë haram, që keni marrë 2 apo 3 apo 5, se si funksionojnë të na disa mënyrat e biznesit apo disa persona, runa zot, kështu e çojnë do thot jetën e tyre. Ky ishte argumentimi kuranor. Shkurt, ndërsa nga syneti i pejgamberit alayhis salam, që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot në hadithin e transmetuar, po nuk lejohet innehu la yahillu malu mri'in muslimin illa bi tibi nafsin min. Innehu la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Po, nuk lejohet pronësimi i mallit, zotrimi i pronës së dikujt tjetër, vetëse me lejen dhe pëlqimin e tij. Nuk guxojmë na askujt me marr pasurinë, po ta pronësojmë një pronë të huaj, nuk lejohet në asnjë mënyrë, vetëm në atë moment kur ai ta lejon, ta bën halal, atëherë po. Këtë hadith, vëllezër të ndershëm, motra, të shikues të nderuar, e ka vërtetuar Imam Albani dhe Imam Shaukani, ndërsa disa imam tjerë po e kanë konsideruar një prej haditheve që nuk është në rangun e vërtet, po është në rangun më të ulët, po e kanë dobësuar. Mirë po, na e kemi Imam Albanin dhe Imam Shaukanin, Allahu rahmeti pas botë të dytë, po në këtë kohë, kur ata na japin mendimin e tyre për një hadith, ne duhet t'i çojmë dorë dhe të bëjmë amin për këtë ijtihad apo për këtë fetva apo për këtë vendim. Prandaj ky hadith që na udhëzon Muhamedi alayhis salam, ne nuk guxojmë askujt mja marr pronën pasurinë pa leje të tij. Shifni çfarë ligj i shpallur nga Allahu xhaleshanu. Ndërsa prona e shoqëruar, po është ajo pronë, slajdi numër 7, e cila përfiton nga ajo vetëm një grup i caktuar. Një grup i caktuar, një kompani e themeluar me disa persona, me disa partnera, me disa shokë. E kjo pronë e shoqëruar, sherike, i thënë gjuhën arabe, apo shuraka, jenë shoqëruar të gjithë në këtë biznes, po përfiton nga ata vetëm ky grup. Çka është argumentimi për këtë? Edhe për këtë Allahu xhaleshanu e ka argumentuar në Kur'an dhe e ka miratuar, duke thënë kur bëhet fjalë për trashëgimin, ndarjen e pasurisë pas vdekjes së njeriu. Fillojnë ajetet prej surës An-Nisa, faqja e 2, dhe pastaj fillon faqja e 3, ajetet e gjata, një faqe e gjys, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Po piktuit që Allahu xhaleshanu po na udhëzon dhe po na mëson që kur vjen koha e trashëgimisë, ndarjes së pasurisë, po nga personi që ka vdekur, po atëherë mashkullit mi dhan 2 hise, ndërsa femrës 1 hise. Mos të keq kuptojmë, tu nuk ka zullum për femrën, se femra apo gruaja sipas rregullave të legjislacionit islam, të trashëgimisë islame, trashëgon pasurinë nga familja, nga burri, nga fëmijët, nga tjerë, për mi 30 raste. Do me thënë nuk është gjithmonë që burri i merr 2 hise, ajo e merr 1 hise. Nuk është vetëm një rast. Po ka ndonjëherë të thot
ku ajo trashëgon gjysmën e pasurisë, ku edhe ne trashëgon 1/8, 1/4 e tjera e tjera. Prandaj nuk ka zullum as pak për gruan e Islam, që është një temë shumë speciale që në ligjërat të bëhet enkas për këtë. Prandaj po vazhdon ajetet kuranore, po fahum shuraka'u fi thuluth, argumentimin ku e kemi na qëllimin, po e nëse i vdekurit qoftë burr ose grua, po të është pa prindër thash, dhe fëmijë, i vdekuri që ka vdek as prindër nuk ka dhe as fëmijë, por ka vëlla ose motër prej nanës, atëherë çdo njërit prej tyre u takon e gjashta. E nëse ka më shumë nga ata marrin pjesë bashkarisht në të tretën e pasurisë. Marrin pjesë bashkarisht në të tretën, shuraka. Kjo është ato argumentimi që do thotë pronë e shoqërohen të gjithë, po në të tretën. Të hum shuraka. Do thotë kjo na argumenton që Kur'ani në ajetin surën An-Nisa, ajeti 12, po që prona e bashkuar apo e shoqëruar, po me disa partner, disa shok, të ndershëm, të sinqert, tregtar, po lejohet kjo punë. Kalojmë në slajdin numër 8, prona kolektive. Çka është definicioni i pronës kolektive? Prona kolektive, definicioni i saj është ajo pronë e përgjithshme e cila nuk lejohet zotërimi apo disponimi i saj nga individet. Nuk lejohet asesi. Pronë e përgjithshme e cila nuk lejohet pronësimi apo zotërimi apo disponimi i asaj prone po nga individet ose grupet njerëzore. Si për shembull shkollat, rrugët, spitalet, parqet nacionale, po liçenet, po e tjera tjera. Vendet rekreative, kjo është pronë kolektive. Po el-mulkije, el-gjemaije, që nuk ka të drejtë një person apo një individ ta pronësoj apo ta futi në kontrollin e tij në pronësimin e tij. Kjo nuk lejohet. Çka janë objektivat e pronës kolektive në Islam sipas ekonomisë islame? Objektivat dhe qëllimet e saj që të gjithë të shoqërohen në atë pronë. Me fjalë tjera, që populli në përgjithësi të përfitojë në atë pronë apo nga ajo pronë. Çdo kush ia sheh hajrin shkollës, çdo kush ia sheh hajrin spitalit, po çdo kush të përfitojë nga ai park, çdo kush të përfitojë nga ato rrugët për qarkullim, kjo është një objektiv. Prandaj këtu Islami ka ardhur me rujt interesin e përgjithshëm, jo individual. Prej objektivave të pronës kolektive është sigurimi i buxhetit të shtetit. Në këtë formë, në këtë mënyrë, ruhet edhe buxheti i shtetit dhe pasuria shtetërore dhe nuk shkatrohet po ajo pasuria, po ajo shkolla, po ai spital me përdorimin e disa individëve apo të një individi. Po në këtë mënyrë ruhet, do të thotë kjo pronë shoqërore, e cila është shumë më rëndësi sot na i kushtojmë rëndësi, se keni dëgjuar shumë vëllezër të ndershëm, po dhe motra, hajtë se shtetit është. Po, hajtë se nuk mirët vesh, ka shumë shteti. Për para kohën e Jugosllavisë ka thënë, hajtë se državës është. Po, e që kjo hajtë se shtetit është pronë e përgjithshme, tu është gjynai alama i madh, sa është hak i disa personave, i milionave, e kur e merr ti një diçka, kur e merr një kompjuter nga, do të thotë, shkollat, e merr një bank, e merr fjala po vjen në një karik apo diçka dhe pronëson ti, në fakt ti ju ke bë zullum tërë popullit. Me miliona shtetas shka janë atë shtet, ti u a ke keq përdor pasurinë dhe i dënuar për korrupsion. Dhe është gjynai shumë më i madh se sa me marr mallin e dikujt tjetër. Po as ati personi që është një çka është, as ati nuk i lejohet marrja mallit, siç komentu më herët, pa lejen e tij. Prandaj, shumë do të më pas kujdes tek keqpërdorimi apo nga keqpërdorimi i pronës shtetërore. Shumë është gjunahi i madh. Shumë haram është që sot besimtarët muslimanët kudo që të jenë, që i thejnë bankat, i thejnë karikat, po i prishin rrugë, po nuk i mirëbajnë spitalet, higjienën e tyre,
çka thash, pronën e përgjithshme, rrugë, spitalet, parqet, kjo sipas vizionit islam dhe ekonomisë islame është një mëkat i madh dhe gjuna i madh dhe nuk lejohet keqpërdorimi i tyre. Prej objektivave të pronës kolektive, po është një sekret që Islami e nxit popullin për vepra të mira. Kur unë mirëmbaj spitalin pastër, kur unë e mirëmbaj shkollën, klasën pastër, kur unë e mirëmbaj rrugën pastër, atëherë në këtë mënyrë populli i kurajohet dhe nxitet për vepra të mira. Prej objektivave të pronës kolektive është lehtësimi i jetës së muslimanëve dhe publikut. Po valla, me të vërtetë është lehtësim kur spitali funksionon, po çdo kush e merr të drejtën e shërimit, të kontrollimit mjekësor, kur shkollat funksionojnë, institucionet po edukativ arsimore funksionojnë, librat po shkepen apo distribuohen studentëve dhe nxënësve, po kur të gjithë i mirë përdorin ato pajisjet teknike apo teknologjinë që është brenda në shkollë apo në fakultet apo në universitet, kjo do thotë është lehtësim i jetës së publikut. Po, e prej edhe objektivave tjera të pronës kolektive është e drejta e popullit për gjërat esenciale. Shifni, e drejta natyrale, e drejta, po thot, njerëzore për gjëra esenciale, për doruriat, i thënë gjuhën arabe. El hajetul fitrije, vë të tabiije, ila doruriat. E çka është gjërat esenciale? Çka janë? Është edukimi i shëndosh. I përmendëm në fillim objektivat e shariatit, edukimi i shëndosh. Shëndeti i mirë, po, janë gjëra esenciale. Jeta e ndershme dhe e mirë, pa varfëri, pa keqpërdorim, pa shtypje, pa zullum, po pa korrupsion, ta janë gjërat esenciale të çdo individi, të çdo familjeje që duhet ta ketë një jetë të pastër dhe një jetë të ndershme dhe të vazhdon të thotë procesi i jetës në këtë tokë. Këto janë ato objektivat e pronës kolektive. Dhe komentuam definicionin e saj që është një pronë e përgjithshme dhe në këtu duhet të jemi na shumë të kujdesshëm, mos ta keqpërdorim, mos të jemi të korruptuar, por të gjithë të koordinojmë forcat tona, ta koordinojmë mundin ton, po dhe të gjithë të jemi të një mendimit që të ruhet ajo pasuri shtetërore, rrugë, spitalet, shkollat, po universitetet, gjitha gjërat që janë në shërbim të publikut, po të përgjithshëm nuk lejohen të keqpërdoren. Pse është pronë kolektive. Tani e kemi te slajdi numër 9, prona shtetërore, një pauzë të shkurtër, ju lutem moderator, pastaj vazhdojmë edhe në pjesën e dytë me iznin e Allahu xhaleshanuhu për të komentuar disa gjëra tjera, disa parime sipas vizionit islam të sistemit ekonomik në islam. Ju lutem, mos shkoni larg, pas pak do të kthehemi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aleikum selam, faleminderit shumë i dashur doktor për këtë pjesë të parë të këtij emisioni. Të dashur miq dëgjues nderuar të radios së Dituria Islame, jemi në emisionin Jeta me Kur'an dhe po vazhdojmë sonte në trajtimin e sistemit ekonomik në Islam. Është pjesa e dytë e programit që po vazhdon nga java e kaluar, të cilën e kemi vazhduar pra në këtë javë të sonte si vazhdim i dytë i këtij programin. Ne do të vazhdojmë me një shkëputje me ilahi nga studio dhe juve të dashur miq, ju ftoj të bashkoheni në program me pyetjet e juaja, pyetje të cilat do të keni mundësi t'i drejtoni në numrat tanë të telefonit +38 344 888 698 nëpërmes Viber, ndërsa adresa e Skype-it është Radio Dituria Islame. Dëgjojmë një ilahi nga studio për të bërë një pauzë të shkurtër. Kthehemi pas pak çastesh me vazhdimin e programit.
Ti shakon aty në një jetë asaj peme, mbi dorën tane, me vnu në dorën teme, me të besu e me të përkra. O i dashur Mustafa, nuk më vjen as në ndër, as edhe në vegime, por te du me zemër, ma shumë se veten time, sa kam dëshirë me të pa. O i dashur Mustafa, Salatullah, selamullah عليك يا رسول الله. Salatullah, selamullah عليك يا حبيب الله. Miliona zemra një lutje kanë, ty të përshëndesin, ty të qojnë selam. Ka lavdru Allahu dhe gjujtë e ti, emrin i larg të ngriti, maj miri nebi. Ka lavdru Allahu dhe gjujtë e ti, emrin larg të ngriti, maj miri nebi. Salatullah, salamullah عليك يا رسول الله. Salatullah, salamullah عليك يا حبيب الله. Të dashur dëgjues, miq të nderuar të radios Dituria Islame, kemi ndjekur në transmetim të drejt për drejt ilahi të interpretuar nga Adem Ramadani dhe së bashku me Ramadan Krasniqi Ndanin. Ishte ilahi të cilën e transmetuam drejt për së drejti në këto momente në valët e radios Dituria Islame. Ndërkohë ne rikthehemi në këtë vazhdim të këtij emisioni Jeta me Kur'an dhe ju, ndërkohë që po dëgjonit këtë ilahi, po përcjellni edhe emisionet e javëve të kaluara, komplet cikli i emisioneve që është realizuar në radion Dituria Islame në edicionin Jeta me Kur'an. Pra këto 24 emisione po shfaqen para jush dhe ju këto emisione të gjitha do të mund t'i gjeni në YouTube duke klikuar tek kanali Programi Natës. Aty janë të radhitura në një playlist të veçantë që është emisioni Jeta me Kur'an dhe do të mund, cilën do të them që keni humbur për ta dëgjuar, do të mund ta gjeni aty edicionet e kaluara që nga emisioni i parë që kemi realizuar. Ne pa humbur kohë do të kalojmë me një herë tek profesori i nderuar Hafez Hajredin Hoxha, i cili është bashkë me neve edhe sonte dhe do të vazhdon në rrjedhën e edicionit të 24 të sistemi ekonomik në Islam, pra është pjesa e dytë e këtij emisioni. Profesor, mirësori kthehet edhe një herë në program dhe ju kalojmë fjalën ju. Mirë se u gjetëm, nderuar moderator, shikues të nderuar, mirë se vini prapë në pjesën e dytë të misionit tuaj. Tani po flasim diçka për pronën shtetërore, definicionin e saj, po dhe çka na kupton. Pasi që e komentuam dhe tregum definicionin e pronës private,
pronës shoqërore, po tani kemi pronën shtetërore. Prona shtetërore, definicionin dietarët islam e kanë qartësuar kështu, kanë shpjeguar në këtë formë. Është ajo pronë e cila është në zotrimin, në disponimin, në autorizimin e kreut të shtetit. Kush është kreu i shtetit? Mundet me qenë halife, një sundues islam, si ka qenë kohën e perandorisë osmane, si ka qenë në dinastinë abasite, dinastinë emevite, e të selgjukëve e tjerë gjatë historisë islame. Ai është kreu i shtetit, halife, ose sultan. Po, e sot asaj dite kemi edhe sot sultanin e Bruneit, sultanin e Omanit, po këtu afër nesh, ose kreu i shtetit mundet me qenë kryetar, ose mbret, ose princ, ose kryeministër. Po, këto janë ato tituj, dhe thot është ajo pronë shtetërore e cila është, dhe thot në zotrimin dhe disponimin e kreut të shtetit. Po këtu tani ka detale. Dallimi në mes pronës kolektive dhe asaj shtetërore. Tham që prona kolektive, el mulkije, el gjemaije, urat, shkollat, rrugët, parqet e tjera, çfarë dallimi është mes pronësisë, do thot, kolektive dhe asaj shtetërore? Këto dallimet janë këto. Prona kolektive, çka përmendëm, urat, spitalet, rrugët, shkollat, parqet, liçenet e tjera, po ajo mund të përdoret, kjo pronë, apo të investohet në interes të përgjithshëm për popullin. Do thot ajo pronë përdoret vetëm në interes të përgjithshëm për shërbimin e popullit. Kjo ishte, do thot, prona çka kolektive. Ndërsa prona shtetërore, dallimi çka është, investohet në interes të përgjithshëm me një aspekt, po dhe aspektin tjetër ajo mund të investohet apo të përdoret në interes privat. Po mos keq kuptohemi, ju lutem, pa keq përdorim, po për raste emergjente, për urgjencë, për skamnor, për bonjak, për ato gratë veje, për ndonjë konvikt të studentëve. Këtu do thot tani, ka të drejtë kreu i shtetit që një pjesë të tokës për këtë personin skamnor, për këta fëmijë bonjak, për këto gra veje, për këta student, për këta ushtar apo luftar të ushtrisë qëllimtare të Kosovës apo të një lufte tjetër, po që jenë invalid, këtu ka të drejtë tani shteti, kreu i shtetit, të merr vendime dhe tua daj një pjesë të tokës po për ta, apo një pjesë banesë, apo një plac, apo do një kompleks rezidencë kolektive që ata ta gëzojnë atë pronë. Kjo është ai qëllimi ynë që kreu i shtetit përdoret, do thot, edhe për këto raste private apo raste individuale, në raste emergjence të ndryshme, po skamnor e raste tjera të rënda që i përmendëm. Do thot, ndërsa prona kolektive nuk mundet kështu më u përdor. Aty jetë e drejta e përgjithshme e popullit për ta përdorur shkollën, spitalin, po rrugën e tjerë. Nuk mundemi që atë shkollë, atë spital vetëm t'ja dedikojmë vetëm këtyre personave, disa individëve. Kjo është ai dallimi kryesor mes pronës kolektive dhe prona shtetërore. Prona kolektive investohet apo përdoret për të mirën e atij grupit, domethënë në kolektivit apo popullit, interes të popullit, ndërsa prona shtetërore në interes të popullit në përgjithësi, mirë po mundet që dhe në raste specifike, po aty shteti të merr vendime dhe ta përdor atë pronë shtetërore për t'i nxjerrur ata persona nga kriza ekonomike, shëndetësore, edukative, arsimore e tjera. Besoj që është i qartë tani ky dallim. Prona kolektive, dallimi tjetër transferohet. Po, prona kolektive, po, transferohet me shitje. Tash prona kolektive, çka janë, po, el mulki el gjemaije, disa persona
që kanë pas pronë këtë kompani, këtë tokë, këtë dyqan, këtë supermarket, po ajo me shitje transferohet në një pronë të dikush tjetër. A ndërsa prona shtetërore, shifni, prona shtetërore nuk transferohet me asgjë. Prona shtetërore nuk transferohet të një grup tjetër. Shifni çfarë rëndësi është në ekonominë islame. Mirë përdorimi i pasurisë së përgjithshme, jo keq përdorimi. Prona kolektive, disa persona po e kanë këtë biznes, këtë kompani, me shitje transferohet në pronë tjetër kujt. Ndërsa prona shtetërore nuk transferohet, as nuk shitet. Dhe nuk guxon askush me bë po shkëmbim apo ndrim apo shitje të tokave, të trojeve, të vendeve apo ndryshime të kufive të shtetit. Pse është pronë e përgjithshme e trashëguar nga kryetari i hershëm, tani ky kryetar aktual, ky kryeministër aktual, ky halife, ky sunduesi musliman, ky sultan, edhe ky guxon ata do thot me keq përdor dhe me shit mja dhën dikujt tjetër. Këto ishin ato dallime që i përmendëm, do thot dhe i keni në slajdat para jush, po janë shumë dallime të holla me pas kujdes se si do thot Islami po e urdhron popullin për shtetin dhe kryetarin e shtetit, kryeministrin, sultanin, mbretin për qeverisje të mirë, qeverisje të shëndosh, me sinqeritet dhe për kushtim dhe jo me korrupsion. Jo me korrupsion. Korrupsioni, apo me fjalë tjera, në gjuhën arabe që është përmendur, el fesad, të na e kanë përdorur dhe populli, shumë fesatçi i madh. Çfarë do të thonë fesatçi? Do të thonë njëri i prisht që shkakton probleme, njëri që shkakton telashe, njëri që nuk është i rahatuar, po i stërmbushur me probleme, po këti i thom mufsit, terminologji koranore. Allahu la yuhibbul fesad. Allahu nuk e don prishjen, nuk e don korrupsionin. Allahu la yuhibbul mufsidin, pa as edhe ata të prishur, të njerëz që shkaktojnë prishje dhe dëm dikujt tjetër, Allahu nuk i don ata. Prandaj as në tërësi korrupsionit dhe të korruptuarit, ata në sytë e Islamit apo në sytë e ekonomisë islame, ata nuk janë të mirëseardhur dhe duhet ta marrin dënimin e tyre dhe të japin përgjigje të duhur në këtë jetë para jetës tjetër. Pas kësaj, kalojmë në slajdin numër 10 të rrugët dhe mënyrat e pronësimit apo të zotërimit të pasurisë. I nderuar moderator, shkojmë nga një slajd nga një, është me ndalo pak, vetëm një herë kliko dhe ndalo. Pastaj, ndalo, lutem, shumë jo. Vetëm një herë kliko, ka dalën e kliko, lutem edhe një herë sa më rëndësi mos i përzim shikuesve. Vetëm shumë. Jo. Vetëm një herë me shikjet e poshtë ku ta klikon. Po, profesor, për shkak të do thot sistemet cilin e përdorim nuk e ndal vetëm në një, kjo shumë mirë. Po kuptova që qartë kam edhe moderator. Po, faleminderit. Se si arrim të pronësimi apo zotërimi pasurisë, sipas vizionit islam, mund t'i përmendim këto. Puna me orar të plot. Shërbim ndaj dikujt me orar të plot. Çat punë që e bën, karshi do thot. Asaj pune pronari apo kompania apo shteti ty duhet ta jep një pagë. Ajo paga tani është pronë jote e pastër dhe e ke halal me përdor. Çka don ti do thot mundesh ato me bë në përjashtim të keqpërdorimit. Në këtë mënyrë çdo kush që e bën një punë me orar të plot, tani do ta kemi edhe me orar do thot të caktuar, kjo është një metodë e pronës. Pastaj, përpunimi apo kultivimi tokave në fillim të periudhës islame, kjo tani nuk ekziston, por përpara ka qenë traditë, shekujt e parë të islamit, po shekullin e parë, 2 e 3, tokat e pa përpunuara, pa kultivuara, atër ka qenë edhe urdhri prej mbretit e prej sultanit në atë kohë që kush e përpunon një pjesë të tokës, një shkretir apo një vend dikun, ajo pastaj është shndruar në pronë të saj. Qëllimi në pronë të atij personi, falni. Qëllimi nga ky sistem ka qenë
që populli të inkurajohet për punë, për produktivitet, për zhvillim ekonomik. Dhe kanë qenë tokat e papërpunuara, po atëherë kjo është lejuar. Ndërsa tani, në këtë kohë moderne, nuk lejohet kjo, bili nuk lejohet as që në Arabi. Që sa vende Arabia ka shkretinën, sidomos Arabia Saudite. Arabia Saudite, hapësirën e saj gjeografike ka sa krejt Evropa. Është i pjesë i thënë Rub'ul Khali, një vend i krejt i lanë, shkretir e lanë, dhe thënë, i e katërta, aty është zonë e vdekur, po as aty nuk lejohet me shku dikujt me pronësuar një tokë. As këtu në Katar, as në askund. Tani, ky sistem nuk funksionon. Numër 3, gjuetia. Gjahu, me gjitha llojet e gjahut, do thot, përjashtim gjahu i ndaluar, kur jem puna, do thot, gjahu i derave, po, atër kjo është një gjah i ndaluar, nuk lejohet përfitimi dhe pronësimi apo shitja e gjahut. Nëse një person me profesion është gjuetar, prandaj gjun peshqi, apo vllonza, apo zoq shpes tjerë, po, çka përfiton nga ai profesion i gjahut, është halal, është pronë e tij. Prona tjetër është profiti, apo fitimet nga kompania, po, që do thot, qoftë e kompani private, apo kompani shoqëruar nga disa persona, nga disa partner, po, kompanin eksport, import, shitje, blerje të makinave, nga ato çka vijnë fitimet, është pronë e tij, apo pronë e tyre e pastër, kanal legal dhe halal. Normal, do të shohim edhe më vonë që ka dikush i keqpërdor këto kanale. Mirë, po na po flasim për kanalet normale të fitimit apo të profitit. Haku i punës me qira, apo puna me orar jo të plot. Anglisht i thënë part-time edhe full-time, orar të plot full-time, ndërsa me orar jo të plot part-time. Dawam juz'i wa dawam kulli, edhe këtu të arab të përdorin këtë. Po, dikush punon me qira, 1 orë, 2 orë, je me profesion këtë punë, për 1 orë, 2 orë e kam hakun që kaq, tani, qatë pasuri çka e merr, çato holla çka i merr, për çat kohë, çka e ka ofruar shërbimin, edhe ajo është pronë e jotja, e drejt legale. Prona e transferuar me kontratat qitblerjes. Makinën, sot e bleva një makinë, ka qenë makina në emër tjetër kujt, tani pas blerjes, kjo makinë u transferua në emër tim, pasi që ka qenë pronë dikujt tjetër, tani është bë pronë ime personale. Shtëpia, banesa, toka, çdo gjësend që je ti pronar origjinal i atij, me shitblerje, me kontratat shitblerje, kalon, do thot, në pronësinë tëndin, apo në pronësinë e huaj. Trashëgimia prej familjes apo farefisit, pash dikush i ka prindërit të pasur. Pas vdekjes së prindërve, kanë pas fat ata fëmijë që ata ta trashëgojnë pasurinë e prindërve të tyre dhe të bëhen do të thotë ata të pasur se prindët e tyre kanë qenë të pasur. Kjo trashëgimi apo kjo pronë e trashëguar nga trashëgimia e prindërve ose nga vasijeti. Edhe kjo është e përmendur në Kur'an në surën An-Nisa, ajeti 12, testamenti, po, për shembull, pasuria trashëguar nga prindërit, e marr unë atë që kam takon mua me Kur'an atë pjesë të caktuar, mirë po, në të njëjtën kohë i lejohet një prindi, sipas burimeve islame, që diçka, një vasijet apo një amanet, një testament, t'ja lë dhe thot për qëllime humanitare tjetër kujt, ose bja dhani djalit më të vogël për shembull që nuk është i martuar, është akoma i vogël, akoma duke studiuar, po baba e le amanet që ti i lutem për shembull që pjesë të tokës, pasi ju të tjerë e mirëni pasu hakun tuaj, e mirëni atë porcionin caktuar apo e mirëni atë sasinë, ato që ju takon me Kur'an, mirë po çet cop të arës, fjala po vjen, këtë shtëpi të vogël, këtë banesë kam për këtë djalin e vogël, po
apo për këtë djalin që se kam të martuar, apo që akoma është duke studiuar, po, e që kjo nuk e tejkalon një të tretën, është kusht. Mos me tejkalu ajo puna e testamentit, po nuk guxon me tejkalue, po një të tretën e pasurisë të trashëguar. Duhet me qenë i shumë e vogël, me fjalë tjera, i shumë e vogël, po kështu që mos të dëmtohen edhe trashëgues të tjerë, anëtarë të tjerë të familjes. Kjo pasuri, kjo pronë që ka vjen të njeriu nga kjo mënyrë, trashëgimia ose testamenti i prindëve, edhe kjo është halal. Është pronar, pronar i origjinal apo pronar i vërtet i kësaj pasurie. Po ashtu sadakaja, lëmosha. Dikush ka dhënë 10 dinar, 50 dinar, po ka qenë i varfër, tani kjo është shumë e dhuruar, apo sadaka që ka ardhur, kjo tani është në pronën time, edhe unë jam pronar dhe është pronë halal dhe legal. Po ashtu dhuratat e dhuruara mes shokëve, antarëve të familjes, el hibat, i thënë gjuhën arabe el hibe, po merre që të laps, po ta dhuroj, merre që të orë, po ta dhuroj, merre që të kompjuter, po ta dhuroj, po kjo nuk është sadaka, po kjo është dhurat. Edhe kjo shndrohet në pronën tonë, apo tënde personale, me plot, të thotë të drejtë, ke të drejtë me shit, me pronësue, e tjera. Edhe së fundit, parat e kompenzimit për dëmin e shkaktuar nga dikush. Po, pruna zot, dikush aksident në makinë, ta mshon, po, edhe të le pa aft për punë, ta thënë njërin këmbë, apo të dy këmbët, pas të komisioni, vjen dhe vlerëson dëmin, e tani, këto para, që ka vim nga dëm shpërblimi, shkaku i dëmit të bërë ty e personalisht, këto para jenë para legale dhe halal, dhe është pronë e jotja, dhe askush nuk ka të drejtë të thot me e keq përdor këtë pasuri. Këto kanale që i përmendëm tani para ju, shikus të ndëruar, i kemi dhe thot në ekonominë islame, normal aty këtu mundën dhe thot me dal kanale tjera, se si marrë drejt e profitit, sikur se tani që kemi në këtë kohë, me që inshallah ndoshta ligjëratën e javës së ardhshme do ta shohim, po transaksionet elektronike, po bizneset elektronike, tregtia elektronike e tjera, po çdo gjë që nuk i tejkalon këto parimet islame, çdo gjë që nuk i anashkalon këto parime kuranore apo profetike, ai biznes është i lejuar, ajo tregti është e lejuar dhe ato para të fituara jenë halal. Vetëm në pas kujdes që mos manipulojmë, mos mashtrojmë, mos djedhim, mos spekulojmë, po ti ndjekim ato kanalet dhe rrugët e shëndosha për fitim dhe për një jetë më të mirë financiare. Pas shpjegimet e këtyre rrugëve dhe mënyrat e pronësimit apo zotërimit të pasurisë, tani kushtet dhe konditat e pronësimit legal, ja pra, çka folëm pak më herët, duhet me qenë kanalet, metodet legale, halal, po, jo në dëm tjetër kujt, të harxhohen për qëllime të pastërta, për qëllime legale dhe halal, dhe mos të bëhet keqpërdorimi i saj. Me këto kushte, me kanale të shëndosha, me rrugë të shëndosha, me punë të shëndosh, me biznese të shëndosha, po, që po ashe hajrin komuniteti, kjo pronë është halal, është legale dhe ke për tu shpërblyer për këtë çka po e bën. Rona zot, neve dhe ju dhe shoqërinë tonë, sot lloj-lloj biznesi ka dalë në shoqëri. Lloj-lloj biznesi pune sot po dëgjojmë dhe po lexojmë. Dikush edhe po punon me prostitute, na falni ju lutem, po punon me droga, me trafikim të njerëzve, me shpërlarje të parave, të armëve, të drogave, të kokainës, e tjerë biznese të ndyta me falsifikimin e dokumentave, diplomave, e tjera, të gjitha këto kanale. Dhe metoda tjera që na nuk po i dim, po jenë të ndaluara dhe nuk lejohen me islam. Jenë haram. Kanale të ndyta
dhe jo halal. Shifni ekonomia islame, si e lufton korrupsionin, si e lufton kontrabandën, si e lufton shpërlarjen e parave, si e lufton trafikimin njerëzor, si e lufton do thot bandat të ndryshme, po grupe të ndryshme që mundohen me jetu do thot në mënyrë jo njerëzore apo jo legale, dhe kur t'i pyesim ata, apo kur ata mirën e pyetje, thot po jem duke punu, po gjallënojmë, po e kemi edhe na biznesin ton, e kemi kompanin ton. Do është ajo kompani nga jashtë export import është do thot me emër kështu mirë, por në fakt ajo kompani mirët do thot me gjërat ilegale, gjërat të dyta dhe që nuk janë halal. Shumë ka është. E mjerisht edhe disa musliman si në Arabi, po dhe si të na janë të involvuar shumë në këtë biznes të dytë, në këto kanale të korruptuara apo jo halal, e që po bëjnë fitimin e pasurisë. Islami, ekonomia islame, vizioni islam, gjitha i ka luftuar këto dhe nuk përparon një shtet, nuk përparon një shoqëri, nuk përparon një familje apo një person, kur ai person nuk i ka këto kanalet e fitimit legale. Çdo kanal i fitimit, po çdo burim i fitimit me qenë legal dhe i pastër. Për ndryshe, po lutjet dhe duat, si kemi komentuar në fillim, nuk pranohen dhe Allahu xhaleshanu ka për të dënuar. E do të pas shumë kujdes. Çka kemi tani obligimet e pronësisë personale, slajdi 12 moderator, obligimet po e pronësisë personale kemi na disa obligime. Kemi obligim për me shpenzu dhe mirëmbajt për ata cilët janë në kujdesin ton, familja jon, fëmijët tan, po prindërit tan, të afërmit tan, kjo është obligim. Ata cilët kanë pronë, kanë edhe obligime. Ata cilët kanë pasuri, kanë edhe obligime. Numër 1, obligimet familjare. Pastaj obligimet, çka thash familjare, futen prindërit, futen fëmijët, po edhe obligimet farefisnore. Obligimi tjetër është nxjerrja e zeqatit, dhënia nxjerrja e hakut apo nxjerrja e asaj pjese të pasurisë që është hak i tjetërkujt, është drejtë i tjetërkujt 2.5%, që është obligative. Zekati është urdhër obligativ. Shteti e merr me dhunë e merr nëse ata nuk e paguajnë zekatin. Ka të drejtë shteti këtu me forcë janë nxjerr zekatin nga muslimanët, se Allah xhaleshanu po thot në Kur'an, khudh min amwalihim sadaqa. Merr. Se do të dikush mundohet me thë jo nuk kam, jo s'kam, po kur funksionon ekonomia islame, kur shoqëria është me ideologji islame, e vjen dikush e kundërshton këtë parim dhe don me shkaktuar të llovi të lashën e shtet, atë shteti këtu ka të drejtë me përdor forcën dhe me shku me ja marr atë pjesë të caktuar që Allahu ka thënë në Kur'an, wa fi amwalihim, dhe në pasurinë atyre të pasurve, haqqun ma'lum, është një drejtë e ditur, është në pjesë e pasurisë e ditur, lis-sa'ili wal mahrum, ai që ka kërkon domethënë u takon skamnorëve dhe ata të cilët nuk kanë hiç fare. Hazreti Abu Bekri radiallahu anhu, kur ka qenë halife sundues islam, disa kabile arabe, disa beduin, pise që rishta se kanë pranuar islamin, kur i ka qu punëtorët e tij për me bë koleksionin apo me tu bën zekatin, pasurin vjetor, domethënë zekatin vjetor, për me pru për buxhetin shtetëror, disa kanë refuzuar. Wallahi ka thënë Abu Bekr radiallahu anhu, po betohem në Allahun xhaleshanu, le uqatilanna, do t'i luftoj ata cilët men farraqa baina as-salah wa az-zakat, kush bën dallimin mes namazit dhe zekatit. S'ka dallim. Namazi farz, zekati farz për ata që kanë. Wallahi edhe nëse kanë dhënë zekatin më të thjesht deveve apo gjitha plaçkave që kanë pas, edhe në kohën e pejgamberit, ata e kanë dhënë për mas vdekjes së pejgamberit, disa janë ndaluar. E erdh halifi Ebu Bekr radiallahu anhu, ka thonë do të luftoj për me rikthye edhe një herë traditën e pejgamberit alayhis salam, dhe çdo kush që bën dallimin mes zekatit dhe namazit do t'i luftoj ata. Pse? Sepse zekati, një pjesë e pasurisë të ai zenxhini,
ai i pasur është e drejta e atij varfurit. Ekonomia islame u ka siguruar atyre të drejtën. Zekati prandaj është vjetor, apo si më thosh obligim vjetor, në përjashtim të pemëve dhe perimeve. Pemët dhe perimet dhe ato janë do thot sezonale. Kur ato bëhen gati, nga ata cilët kanë fermat apo farma të ndryshme, kohën e vjeljeve e nxjerrin zekatin. Nëse i kanë ujit me ujë, nëse i kanë ujit dhe kanë harxhuar holla dhe kanë harxhuar do thotë janë lodh për me siguru ujësjellsin, atëherë ata pagujnë më pak, 1/10. A nëse nuk u lodh pronari, ai pronari farmës nuk u lodh, po janë ujit me ujë të qiellit me shi, do thotë nuk ka shpenzuar atëherë e merr 1/5. Ma shumë, sepse aty nuk është lodh. A nëse është lodh ai pronari, atëherë ti paguën më pak. Këta janë sezonale. Taksa fetare, nëse bën me thonë, po janë zekat sezonal. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Kurani thot, jepjani hakun e këtyre të thotëve në atë kohë ju kur ti vjelni ata, kohën e vjeljeve. Jepet zekati për tërë pronën në përjashtim të gjërave të thot personale. Zekati nuk jepet e kam një makinë. Ajo që është çështje personale nuk jepet zekati për çet makinë, edhe nëse është ajo makinë e shtrenjtë, e mirë, luksoze. E kam një deve, një kali, e kam një lop, apo 2 lop, i përdori për çështje personale, aty nuk ka zekat. Nuk ka aty do thot hak që ti i obliguar me pagu shtetit. Zekati përdoret apo jepet aty kur ka shitje, kur ka blerje, ke dyqane, ke supermarket, ke minimarket, ke magazina, ke depo, ke kompaninë eksport-import, aty e bën regjistrimin e pasurisë dhe pastaj në fund të vitit dhe e bën llogaritjen 2.5% me nxjerr nga ajo pasuri. E në pronë, do thot, këta ishin obligative, obligime në pronë. Po në pronë mos haro, ka edhe obligime tjera, jashtë ato obligative, sadakaja, dimat vullnetare e tjera. Prandaj shihni obligimet e pronës personale, çush e ka edukuar Islami apo sistemi ekonomik individin. Kjo ardhani në pronë, je bëj i pasur, mos haro këto obligimet. Sot mos haroni. Mukon me punue të gjithë besimtarët apo muslimanët e pasur në botën arabe dhe në botë, me punu me këto obligime fetare, me këto direktiva kuranore, ne nuk kishim për të pa asnjë të varfër në botë, as në Indi, as në Afrikë, as në Burma, as në Sudan, as në Yemen, asnjë të varfër nuk kishim pas. Mirë po vaj halli, sot nuk po punojnë me këto direktiva kuranore, të pasurit, si në Arabi, po edhe në vende tjera, vetëm ata që i ka udhëzuar Allahu xhaleshanu, vetëm ata të pasurit që ka e në rrugt të Allahut, Allahu inshallah atyre va shton pasurin, Allahu inshallah atyre va shton bereqetin, inshallah i begaton ata pasuritë e tyre, familjet e tyre, shëndetin e tyre, sepse ata nuk po punojnë vetëm për veti, po punojnë edhe për shoqërinë. E Islami ka ardhur me gëzue edhe veten tënde, po dhe me gëzue edhe shoqërinë, edhe ata të cilët nuk ka. Dhe së fundi, shikues të nderuar, karakteristikat e sistemit ekonomik me Islam, slajdi i 13, këto karakteristika, zemër, kajmaku i sistemit ekonomik Islam është etika, morali, me punu, ashtu që ka thënë Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi alayhis salam, zekatin kur ta japish, jo ti me ngrit menën, motorit mendja, apo kur ta nxjerrish me shkuta i varfër me thonë shef, ja pra unë ty të shpëtova, unë e kam derin, unë e kështu, po duhesh me qenë shumë modest dhe duhesh ta kesh frikën e Allahut në zemër dhe të frigohesh se apo të pranohet ajo apo jo. Prandaj edhe pasurinë kur e nxjerrish duhet me nxjerr me etik dhe me moral dhe me edukat, që mos ta nënçmon atjetrin.
Gjitha transaksionet ekonomike do të thotë është etika islame. Po marr parasysh ne mundemi me ndryshu emrat, po titujt elektronike, po me akcione të ndryshme, me profite të ndryshme, mirë po, a ka mashtrim, a ka manipulim, a ka spekulim, a ka hile, a ka dallaverë, falni, po, atër kjo nuk lejohet. Si është pastër ajo kompani, ky biznes, si është i pastër nga këto, do thotë probleme, pengesa fetare, atër është halal. Për ndryshe, është haram. Është ekonomia islame, është ekonomi universale, do thotë që fillon nga buxheti i shtetit deri tek individi, deri tek personi, deri tek edhe fëmijët poshtë që janë, që thithin gji, edhe ata i kanë ata të drejtat e tyre sociale. Na po habitemi sot në Evropë, Gjermania, Zvicra, po marrin socialni, po marrin ndihma, edhe ata çka po punojnë, edhe ata çka s'po punojnë, është zyra punës, shko regjistroti. Po krejt këta janë kohën e Hazreti Umerit bre. Krejt ta kanë qenë kohën e Hazreti Ebubekrit me para Gjermanisë, para Zvicrës. O lexoni pak, o vëllezër, o student, o shok. Gjitha këto gjanat i ka pas ekonomia islame, do thotë plegjova ka siguruar jetën e tyre. Po qofshin edhe ata do thotë me religjë, me fe tjetër, nuk ka dallim aty në umbrellën islame, në shtetin islam, aty të gjithë individi kanë të drejtat e barabarta dhe obligimet e barabarta, prandaj kanë pas edhe ato mujorët, pagat e tyre mujore. Është universale, do thotë që përfshi çdo gjë, jetën tënde, punën tënde, namazin tënd, është karakteristikë shumë e rëndësishme. Është hynore nga Allahu xhaleshanu, e cila nuk ka gabime, jo të sistemet njerëzore sot në botë me kamat, e me fajde, e me haram, e këto bankat u bën të korruptuar, këto bankat u mshelen, këto bankat do thotë po mani se kapitullun, për çka? Se me haram, e me kamat, e me bizneset të dyta, kanalet të dyta. Po. Prandaj, sot bankat islame në Malezi, në Indonezi, në botën arabe, do thotë, edhe në Arabinë Saudite, edhe këtu në Katar, edhe në Emiratet e Bashkuara, edhe në Sudan, jenë, do thotë, duke funksionu si është më mirë. Financat islame, si është më mirë, dhe nuk kanë shënu asnjëherë humbje. Këta janë deklaratat profesor, doktorëve edhe nga Australia. Ju lutem hyni dhe hulumtoni në internet dhe dëgjoni për, do thotë, sistemet ekonomisë islame apo si financimi islam. Financat islame. Nuk ka dobësi, nuk ka probleme, nuk ka, do të thotë, rrezik. Kanë ardhur këto parime gjitha për me siguru pasurinë, me rujt të drejtën e myshtëriut, po vlerësit dhe shitësit. Edhe transakcione të ndryshme, po të bizneseve të ndryshme, kur ne bëjmë ndryshime, këtu do të thotë nuk ka mi bë zullëm njëri tjetër. Nuk ka këtu do të thotë mi bë hile njëri tjetër. Po, këtu do të thotë është, do të thotë një sistem hynor që Allahu xhaleshanu ka zgjedhur për lumturinë e njerëzisë, nëse ata kuptojnë. Është hynore. Dhe karakteristika është stabile, pa humbje, që siguron profitet, siguron fitime, dhe fleksibile që përshtatet çdo kohë, pa probleme. Po, inshallah do t'i shohim edhe detalet, po të ku futemi të llojet e shitblerjeve, çka lejohen, çka nuk lejohen, keni me pa, as banka tjera, po konvenciale që i kemi tani, bankat normale, po as ata nuk bëjnë diçka më tepër se sa çka kemi na. Prej karakteristika është moderuar dhe aktuale, nuk ka ekstremizëm në ideologjinë islame dhe e ka parasysh mirëqenien njerëzore dhe së fundi garantuese për një jetë të lumtur dhe të mjaftuar financiarisht për popullin. Këtë garanton sistemi ekonomik islam. Lusë Allahu xhaleshanuhu, shikues të nderuar, që një ditë popullit ton, qeverisë ton, muslimanëve ton, intelektualëve ton, to aqel zemrat Allah dhe syt dhe ata të luftojnë dhe të mundohen dhe i maksimum
që marrin pjesë edhe në këto partitë politike dhe i bin këto sistemet morale, familjare, ekonomike, politike sipas vizionit islam për me rahatu popullin. Se mjaft me telashe, mjaft me probleme, mjaft me korupcione, mjaft me hile, mjaft me tradhime, mjaft me mashtrime, deri kur që ashtu do të vazhdon jeta mbi tokë. Është drejta ime, drejta jote që ta kesh një jetë të lumtur dhe të u lumtosh dhe të luftosh për më të mirën. Është drejta jote dhe ime esenciale me pas një jetë të mirë. E drejta e fëmijëve të mi, nipave të mi, nipave tu, që ata ta gëzojnë një jetë të mirë, të shëndosh dhe jo ata më u keq përdor, sikur se çka po bëhen sot në për shtete të ndryshme, fëmijët e vegjël keq përdoren, po fëmijët e vegjël nuk mësojnë humbin edukimin, duke punu në për rrugë, duke kërku, po shohim do thot lloj rasti që sipas ekonomisë islame, po ta kishin pranuar këtë sistem, të gjitha këto çështje kishin për të zhdukur këto dukurit negative. Lusë Allahun më na ndihmua, edhe ju edhe neve, që këto parime të vinë, do të thotë në jetën tonë aktuale. Ju falenderoj për mirëdëgjim, ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen, dhe inshallah shifemi javën e ardhshme në emisionin e tretë të sistemit ekonomik islam, dhe besoj që do të jetë i fundit. Dhe tani me një pauzë të shkurtë, po kalojmë drejt e pyetjet moderator, me 2-3 pyetje. Ju falenderit. Selamu alejkum wa rahmatullah. Aleikum selam, faleminderit shumë doktor. Njëkohësisht ju të gjithë që po ndiqni këtë emision, ju ftoj të bëheni vizitor të webfaqes drhafz.net. Është webfaqja në të cilën përshkruhet i tërë aktiviteti i profesor Dr. Hafez Heredin Hoxha. Dhe rrjedhimisht miq të dashur, është koha e pyetjeve tuaja, pyetje të cilat ju do të mund t'i drejtoni në numrin tonë të telefonit +383 4488 mundësisht të bëni thirrje të drejtë për drejta, do të jetë interesante komunikimi i drejtë për drejtë, pse jo edhe pyetjet me shkrim do t'i marrim. E një e tillë vjen kështu si pyetje e parë e drejtuar në këtë program, thotë po dëgjoja emisionin me vëmendje dhe ju përshëndes duke ju falendëruar për këtë shpjegim të thukët dhe në shumë detaje. Desha të ju pyes i nderuar doktor për pasurinë të cilën e kanë fituar shejkët, mbretërit dhe ata të cilët i konsiderojmë ne si të pasur në lindje përgjithsisht në shtetet e lindjes. A janë të drejtuar sipas këtyre direktivave të cilat ju na dhat në këtë emision, apo atë pasuri e kanë të trashëguar më herët? Allah e pyetje shumë me vend aktuale dhe shumë sensitive, o shumë shkurt, çka besoj, dhe çka mund në lirisht, do thot, me shpreh publikisht, është një keq përdorim i pasurisë këtu në trojet arabe. Nuk bëhet distribuimi i drejtë i pasurisë dhe resurseve natyrore në këto vende. Do thot me keqardhje këtë deklaroj, dhe e kam përjetu, e kam pa, po dhe si në vendet tjera në Azinë juglindore, të vendet ku qëndron sistemi mbretëror, po nuk bëhet distribuimi i drejtë. Andaj, ata marrin ma shumë, po se sa u takon, dhe japin pak, dhe për që të arsye edhe jenë këto kriza. Sidomos këto krizat ekonomike, më falni, sidomos turpit, si nuk do ta lanë historia, nuk do ta falë historia as Allahu, refugjatët tanë, Sirian, nga Jemeni, nga Siria, nga Egjipti apo Tunizia, shkaku i pranverës arabe dhe trazirave ekonomike dhe politike dhe pushteteve të ndryshme, kur po i shohim na ata vëllezërit tanë, motrat tona, nanat tona, po shtrihen në për rrugët e Evropës, në për Hungari, në për ishujt e Greqisë, po në për Gjermani, në Zvicër, mos mi pranu këta vendet e gjirit, këtu është gjuna i madh.
Vallahi s'ka për t'ju falë Allahu xhaleshanu bre. Se shkretira është e hapur këtu bre, edhe jo vetëm qaq refugjat, po edhe krejt Arabin me fut, në shkretin çka thash, krejt shtetet e lindjes mesme, krejt kanë vend. E jo me i lënë vëllezërit tanë, motrat tona, nonat tona, familjet tanë, mu keq përdor. E shifni lajmet dje e sot, çka janë të bënë në ishullin Lesbos në Greqi, çka po i bëjnë refugjatëve të u djeg atyre ato tentat shatore që duke najt rrugëve. Në Francë ashtu. Po në Hungari ai kryeministri hungarez, po ai Jorgan, falni si e pat emrin, po aptazi, nuk i dua musliman, go back, we don't want you, go back. Adin të thonë, shkoni prap, ktheuni prap, ne nuk ju duam juve. E qitë tela me thera të ndryshme, e sa kanë vdek, po, e ata shejk, këta breta, këta princa, jenë ka hargjojnë ma shumë se sa duhet, jenë ka marrin ma shumë se sa duhet, dhe nuk është ka bëhet distribuimi i drejt i pasurisë, po mjerisht. Kjo është e analiza jonë, jeta jonë dhe bindja jonë këtë aspekt, inshallah ju udhëzon Allahu xhaleshanuhu që ata të ruhen nga ky lloj korrupsioni, sepse kanë me dek ata. Kanë dek prindërit e tyre, edhe këta kanë me dek dhe të dalin të gjithë para Allahu xhaleshanuhu. Waqifuhum. Urdhri i Allahut për me laçë, ndalni ata, ndalni. Stop. Waqifuhum innahum mas'ulun, dhe mirëni në pyetje ata. Kjo është përgjigje për pyetjen e nderuar, inshallah. Am qeni në objektiv. Alhamdulillah. Po. Doktor, një pyetje tjetër që mendoj është goxha interesante dhe i përshtatet aktualitetit ton këtu. Do të shoh shumë biznese të cilat kanë arritur një sasi të madhe të pasurisë, kanë avancuar në bizneset e tyre dhe kanë kapital të mjaftueshëm, por bazën e tyre fillestare e kanë ndoshta nga kredit ose ndoshta nga kamata, por sot i shohim sikur bizneset të cilat bëjnë bamirësi dhe fillojnë duke dhënë ndihma e duke ndërtu shtëpi, e ndoshta edhe duke mbajt familje me muaj të tërë ose me vite të tërë. A konsiderohet si pasuri e tyre halal kjo çka është filluar me kredi, e cila ka mund të jetë me kamat, apo kjo është e lejuar pasi që me kalimin e kohës ata kanë përmirësuar veprat e tyre dhe kanë filluar të bëjnë këto vepra të mira të cilat i ceka më lart? Faleminderit, shumë pyetje, shumë me vend, shumë rëndësi. Na kemi potencuar dhe disa herë misionet e kaluara që kredia është haram. Nuk startohet një biznes me haram. Se çdo gjë që ndërtohet mbi haram është haram. Kullu ma bunia ala al-batil fa huwa batil. Kullu ma bunia ala fasad, ose me thon fa huwa fasid. Çdo gjë do thotë çka ndërtohet mbi të keqen, mbi haramin është haram. Mirë. Tani kemi këtë lloj personash. Nëse ekzistojnë ata, edhe pse është sekret, mirë po, nëse kemi asë lloj njerëzish, asë lloj kompanish, që kanë startuar jetën e tyre me kredi dhe me haram, po tani janë shndruar në bamirësa të mëdhenj, për ata ka një shpresë të madhe dhe unë besoj që Allah do t'i falë ata, po do t'i falë ata, sepse me veprat e tyre të mira, këto veprat e mira, bën shkaktar apo përmi i fshi apo përmi fshi gjunahat. Innal hasanat yudhhibna as-sayyi'at, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Bëni vepra të mira, se veprat e mira lloj-llojshme i fshin ato gabimet dhe gjunahat e kaluara. Prandaj këta, nëse fillim kanë bërë ashtu, tani kanë ardhur në shkallë të biznesit të pasurisë, dhe po bëjmë vepra të mira, Allahu ua pranoft, dhe prej atyre kërkohet tobe, dhe prej atyre kërkohet istighfar, çka kanë bë, dhe kur inshallah nuk kthehen më. Kur nuk kthehen. Dhe për ata tani është obligim tjetër që ata ku ka djelë në tri, ku ka djelë mosha të ri, ku ka persona të aftë profesional, të shkath për tregti dhe për biznes, ata t'i ndihmojnë atyre që ata ta startojnë do të thotë jetën e tyre me një biznes dhe me një kompani halal. Ky është ai borxhi i biznesmenëve. Kjo është ai etika e cila kërkohet
çdo biznesmen, mos harroni vëllezër, mbane men këtë. Sikurse që kemi ne dëshirë që të prodhojmë, të nxjerrim studenta të aftë, studenta profesor doktora me sukses të lartë e që jenë të dijshëm, profesional, të shkath, sikurse na që kemi dëshirë plot dhe mundohemi dhe maksimum që studentët tonë me pa kështu. Pse? Sepse unë jam duke investuar kohën time dhe diturinë time të ata, kur vdes pres lutjet e tyre për ne. Pres duat e tyre për mua, sepse kum investu të ata pa hile, me sinqeritet. Dhe kështu duhet me punu çdo hoxh, çdo profesor, çdo mësues kur të edukon dikant. Jam duke investu diturinë time, kohën time, mundin tim të xhamati, të vëllezërit, po jo kështu të thotë shkele shko, vetëm për një qëllim që ata mu lut për mua. E tani për biznesmenët, kur ata ja sigurin biznesin një grupi të djemve të aftë, të disa personave që jenë syqel, ata në fakt i kanë shëndru ata si në student të tyre, që kur vdesin këta biznesmen, këta milioner, kur vdesin, këta biznesmen të tyre, studentët e tyre, këta të varfurit që kanë qenë në fillim, po kanë qenë të financuar nga këta, ta do të lutën për ata, dhe Allahu xhaleshonë s'ka për t'i humbur. Shifni etikën islame. Po shumë vështirë kum pas, besoni o vëllezër të i sot, që me pas sot një biznesmen, një tregtar, që ata kati, shumë jenë pakin ata, për mu jenë pak, dhe ngjishta ngjim, por kjo nuk është mjaft. Nuk kumpone që disa tregtar, zanaçi, kanë dyqane, kanë biznese të ndryshme, kanë place, kanë kompani, eksport-import, nuk kum dëgjua, me shkuat ata një mi marrë disa djemëtri, e janë ju me neve, për lypni puna, hajde me bismillah. Ne do t'ju trajnojmë, ne do t'ju ushtrojmë dhe filloni punën tuaj. Ku jenë ata vamirësa? Ku jenë ata biznesmen? Ku janë ata dyqangjibre kështu me vepru me shpëtu popullin e Kosovës, me shpëtu musliman nga kjo gjendje ku jenë? Pas edhe këtu në Arabi s'kum pa bra, besoni bre burra bre. Vallaj vjen keq, po dhe vende tjera, po pi pasur milioner për veti. Po qa ka bo gjatë biografisë e ti, diçka shumë interesante? Ka bo një xhami, ka bo diçka e drejgut, po a ka investu në këtë drejtim. Tash, të njerëz të varfur, të djemë të ri të varfur, të vajzat të reja të varfura, po a ka bo diçka në këtë aspekt? Shumë rrallë, me bo një studim, të është rezultati dhe del shumë i dopt. Të rezultati jo do thot me lajmet e mira. Po kthehemi në fillim të pyetjes, ta që kanë bën fillim me kredi, kanë startu, të u bëj stikfar, kur mos mu kthy, tash është borxhi këtyre që këta i shpëtojnë të tjerët nga ai gabimi i tyre. Nga ata që kanë bën, është obligimi këtij biznesmenit apo këtyre personave të pasur, mi shpëtu këta të rit. Allah ju ndihmoft, pse që isha i qartë moderator. Shpresoj që po. Doktor, një pyetje ardhur nga Radie Hoxha, na përshëndet me selamu aleikum, thot gabimi më i madh është mos përfshirja e sistemit, domethënë në sistemin arsimor të moralit fetar. Po. Mos përfshirja moralit fetar në sistemin arsimor. Po. Deri në smundjen e vit, po. Ku shumica janë jo musliman, mësojnë kurse, po, dërsa të ne shumë musliman, jo pse Bashkia Islame e Kosovës nuk reagon në këto çështje, po jetike. Ju falenderit për respekte. Selam aleikum. Falenderit, na falenderojmë motrën tonë Radie Hoxha për këto komente briljante, për inkuadrimin e saj në emisionin tonë. Me të vërtet, mungesa e integrimit të sistemit fetar në shkollat tona, mungesa e integrimit sistemit dhe edukatës fetare në shkollat tona, është një prej faktorëve kryesor që na kemi ardhur sot deri në këtë gjendje. Shumë mirë është, mjerimi madh është, ndërsa si tregoi motra jonë Radia, në Skandinavi, po dhe vende tjera në Evropë, po në Gjermani, në Austri,
i kanë do thot ato problema larg edhe Serbi bre në Bojanovc, shokët e mi që kanë diplomu në Arabi, po sot e kanë sistemin edukatës fetare në shkolla. Ndërsa na në Kosovë në këtë aspekt jemi të vdekur, debatet e shtërpta, debatet kota, po këtu Bajrakun duhet edhe njerë tani pajtohet me motrën Radi këto po, që Bashkia Islame e Kosovës duhet të thot me qenë ajo pionere dhe me që Bajrakun pjetë dhe me përpjet dhe me luftu ma shumë deri maksimum që dhe shpëtu popullin tonë, me shpëtu këtë majorancë muslimane, rinin tonë, gjeneratët reja, me shpëtu nga droga, nga prostitucioni, nga trafikimi, nga është vetëm rrugë kjo edukata shpirtërore, kur edukohet njeriu shpirtërisht, kjo pastaj reflekton në moralin e tyre dhe në jetën e tyre dhe del një gjeneratë shëndosh edukuar dhe raffinuar. Pajtohet 100% dhe këto sistemet zatën edhe më herët të sistemi etik dhe moral kemi folë shumë gjanë për këtë çështje dhe rekomandoj Radi Hoxha që motrën që të kthehet të ato ligjërat e misionet e hershme, këtu gjanë e gatë kemi debatu për këtë çështje. Ju faleminderit shumë për inkuadrim. Po. Doktor, është edhe një pyetje fundit që është goxha interesante. Na shkruan Albina, thotë ju shkruaj nga Tirana dhe po dëgjoj për herë të parë këtë emision që po realizoni. Deshta thotë të ju pyes a ka marrë dikush të ndonjë iniciativë për të krijuar ndonjë shkollë në të cilën thotë mësohet ekonomia islame dhe duke pas parasysh vrullin e universiteteve private që po bëhen qoftë në Shqipëri, qoftë edhe në Kosovë. Duke e ndjekur këtë emision, pash që ju përgatitja juaj është mjaft efikase dhe e domosdoshme për të qenë si kuadër i asaj shkolle. Çka mendoni ju thot për këtë mendim që po shfaq në këtë pyetje të cilën po ju drejtoj juve? Faleminderit për motrën nga Tirana, apo motrën nga Tirana ishte? Po nga Tirana, po. Po, faleminderit shumë për inkuadrimin tuaj, për pyetjen shumë aktuale dhe interesante. Vjen keq që sot dhe asaj dite, deri në momentin që unë po flas, nuk jam informuar që ndonjë institucion fetar, po në Kosovë, privat apo qeveritar, e ka në kurikulat e tyre programin e sistemit ekonomik islam. E tërë ajo çka është vetëm një bankë islame në Kosovë, me sa jam informuar, dhe aty këtu i kemi disa kolegë tanë që jenë munduar me disa seminare, disa takime, do thotë kështu workshops, do më thonë punë dite, po 4-5 orëshe, për mi shpjegu këta gjërat. Mirë, po në aspektin institucional, programor, në formë të standardeve bashkohore, universitare, të jetë ekonomia islame si një prej lëndëve obligative ose zgjedhore, sot mjerisht nuk i kemi këta. E është një mungesë e madhe edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, që kjo nuk studiohet detajisht. E para ta cilët dëshirojnë me specializue, janë të detyruar të udhtojnë ose në Malezi të shkojnë, ose në Turqi dikun, po të bankat islame, ose në vendet arabe, në Arabinë Saudite, në Gjidde, po në Riyadh, apo në Dubai, apo këtu në Katar, tek ne. Është koha për një reformë, po flas për një reformë ekonomike, po edhe akademike për të mirën e popullit dhe shtetit tonë. Për ndryshe, kanë mu zhyt popullin në kredi, kanë mu zhyt popullin në kamat, dhe nuk kanë mujt dhe s'kanë për të dalur nga borxhet dhe streset që ata tani i kanë dhe nuk po mundën me i paguar. Po. Ekonomia islame, sistemi ekonomik islam, financat islame, po e shpëton popullin nga kjo gjendje e stresuar shpirtërisht dhe psikikisht. Faleminderit për inkuadrim dhe shpresoj që këtë mesazh do të u ka shku në vesh të atyre të cilët kanë mundësi me bë diçka në aspektin akademik dhe na jemi gati për të kontribuar apo për të shpjeguar këta lëndët
sidoqoftë online apo kështu, domethënë fizikisht, jemi gati për kontribim. Ju faleminderit edhe një herë. Doktor, ka ardhur në fakt një koment i cili thot nuk do doja të bëhet emri im publik, thot, por më desha të komentoj mbi emisionin të cilin po realizoni. Kam ndjekur, thot, jam thot jo musliman, thot, kam ndjekur her pas here në YouTube ose në Facebook ligjërata të ndryshme të hoxhallarëve. Thot, shumica e ligjerimeve bëhen në mënyrën klasike. Do thot del ligjëruesi dhe flet për një temë, një çështje për cilën her pas here ndoshta edhe nuk ka njohuri të thukta mbi atë temë. Por sonte po ndiqni emisionin tuaj dhe në emisionin tuaj po e shoh një profesionalizëm të realizuar me anë të pamjeve të cilat po shfaqni në anën e ekranit dhe po bëni një punë me të vërtetë sikur të ishte punë akademike dhe shkencore. Ndoshta dëgjuesi është për herë të parë, profesorin e kemi akademik, gjithsesi po vazhdoj leximin. Thot, desha të ju falenderoj dhe le të mbetet ky mesazhi imi si përgëzim për punën që ju po bëni dhe për kontributin që po jepni tek shoqëria jonë. Fundja fundit, ky shpjegim përveç që ishte islam mund të jetë i përdorshëm për çdo njeri sepse është e drejta dhe po më pëlqen thot që e drejta e tillë po shfaqet në një radio fetare. Deshta thot të ju përshëndes, të ju dëshiroj një punë të mbar dhe do të bëhem tashedutje dëgjues i rregullt i emisionit tuaj. Sonte është hera parë që po dëgjoj. Ju përshëndes duke ju dëshiruar një punë të mbar dhe një natë të qetë. Faleminderit, shumë pyetje të nderuar. Na ka freskuar zemrën tonë, edhe pse gati pas 2 ore jemi të stërlodhur mirë, po këto pyetje, këto komente, më të vërtet ne i shprehim falënderimet tona personale, po ashtu edhe në emër të stafit të Radio Diturisë Islame dhe kolegëve tanë për këtë inkuadrim briljant dhe historik, dhe jemi krenar me këta persona dhe me këta intelektual që din me vlerësue shkencën si shkencë, dietarin si dietar, diturin si dituri. Kur vlerësohet njeriu si njeri, shkenca si shkencë, dituria si dituri, kjo është ai objektiviteti që ka kërkohet sot në tërë humanizmin njerëzor. Se sot shumica e popujve nuk janë objektiv, nuk janë të sinqert kur vjen koha e evaluimit, koha e vlerësimit të diçkait. Po bëhet i një anshëm, bëhet do thot i qoroditur, bëhet me një sy. Mirë po, kjo dukuri sot do thot jo e pranuar, jo objektivitetin e vlerësimin e punës, sot ka shkaktu shumë probleme. Prandaj, për ta bërë një reformë shpirtërore, morale, etike, akademike, profesionale, për ta bërë një reformë për një jetë më të mirë, duhet që gjithmonë të jemi objektiv në vlerësimin e të tjerëve, në evaluimin e të tjerëve. Po përfundoj vetëm me këtë realitet. Në për universitete, çdo profesor doktor në fund të semestrit, mas 16 javëve, është websajti, faqja elektronike special që aty studentët ja japin notën profesorit dhe aty janë 21 pyetje, 21 kritere dhe sipas atyre kritereve, standardeve akademike, globale, botërore, ajo ka përmbajt ky profesor apo jo. Dhe çdo profesor e merr notën e tij në fund të semestrit. Prandaj jemi shumë të kujdesshëm në ofrimin e shërbimit, në komentimin, në debatimin e çështjeve, sepse jemi trajnuar në këtë aspekt që të marrim nota të mira. Nuk dim na me marr nota të këqija edhe kur kemi qenë student. Kjo kërkohet tek ne sot. Kompania ta ketë atë programin për mi evalua dhe vlerësua punëtorët dhe punën e tyre pas një afati kohor, 5 mujor, vjetor. Dhe nëse ka qenë punëtor i dalluar, ati i rritet paga, ati i për bonuse, e kështu me radhë. Studenti i dalluar i vitit, profesorët në universitet, profesor i dalluar, po punëtor i dalluar, kështu me radhë.
Po edhe në familje duhet na do thot me bë këtë reformë, nëse fëmijët tanë janë të dalluar me moral e me sjellje të mirë, që ata ta kenë një lloj shpërblimi nga ne. Prandaj ne ju falenderojmë edhe një herë sinqerisht dhe duhet të ecim përpara gjithmonë me dituri dhe me shkencë, dhe se dituria po e vërtet është thesari i humbur. Thesari i humbur i çdo njeriu që ekziston në këtë botë. Prandaj nëse këtë thesar shpirtëror e psiqik unë e kam gjetë sot në Katar, në Katar, apo në Arabinë Saudite, apo në Tiranë, apo në Shqipëri, apo në Gjermani, unë e marr atë thesar dhe fus në zemër, sepse kam një boshllëk, kam një zbrastir në zemër. Prandaj el hikmetu gjuhën arabe i thënë dalletul mu'min, mençuria është një thesar i humbur i besimtarit. Einama wajadaha fa huwa ahaqqu an-nasi biha. Ku ta gjeje atë mençuri, ai duhet ta merr atë. E ju falenderit dhe inshallah shihim edhe emisione tjera të ardhshme dhe besoj moderator që ky program i fundit këto do të jetë pa. Nëse kemi ndonjë rast tjetër special, deri shmundemi me marrë, nëse jo. Jo diçka profesor i nderuar, por përveç se do të vazhdojmë atë traditën e zakonshme të shfaqim pyetjet në ekran, do thot komentet e dëgjuesve, ata që kanë komentuar në faqen tonë, duke qenë sigurisht transparent ndaj tyre dhe duke i falenderuar. Disa prej tyre kanë kërkuar që të bëjmë pyetje dhe patjetër janë të shumt ata komentues që kanë marrë pjesë në program, pra pyetja radiesve që kemi lexuar, shumë prej dëgjuesve që kanë komentuar edhe na kanë përshëndetur kryesisht. Aleikum selam, edhe na e përshëndesim edhe lutemi për ta. Ju falenderit shumë, Allahu ju ruaj, Allahu mos na lash pa ju. Amin. Dhe inshallah po vim në fund të këtij misioni duke dëshiruar edhe ju për jetë të mirë dhe të lumtur, shëndet të mirë inshallah. Shihemi në javën e ardhshme. Wassalamu alaikum rahmatullah. Aleikum selam i dashur profesor, falenderoj shumë dhe ju dëshiroj një javë të mbarë deri në programin e ardhshëm, me shpresë që do të keni shëndetin dhe të gjitha të mirat. Amin ya Rabbi, faleminderit. Natën e mirë. Natën e mirë, gjitha të mirat. Të dashur miq, të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, ishim në emisionin Jeta me Kur'an. Ju falenderoj të gjithë juve për pjesëmarrjen tuaj aktive në këtë program, të gjithë juve me pyetjet tuaja dhe me inkuadrimet e komentet tuaja. Në emër të stafit të radios Dituria Islame, në emër të gjithë ekipës që u përkujdes dhe po përkujdeset për këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe për këto emisione të cilat po i realizojmë, ju përshëndesim duke ju dëshiruar një natë të qetë, një natë të mirë dhe nesër padyshim një ditë të mbarë të suksesshme e deri në takimin tonë të radhës. Mbesni në mëshirën e Krijuesit të gjithësisë. Natën e mirë.